Haxhi, lindje për së dyti. Haxhi, ashtu si dhe ibadetet e tjera, përmban mirësi të shumta për individët dhe shoqërinë. Nëse këto dy rregulla zbatohen ashtu siç duhet, padyshim që sjellin një ndryshim të madh tek individët dhe shoqërinë islame. Periudha e haxhit dallohet me 4 dobi të rëndësishme. E para, dobia morale. Gjëja më e rëndësishme në filozofinë e haxhit është dobia morale. Gjatë kësaj periudhe, njerëzit arrin të bëhen vetëm të përsosur në kryerjen e rregullave. Veprimet e haxhit e largojnë plotësisht njeriu nga çështjet materiale, dhe kjo fillon që në pamjen e jashtme, kur haxhint nuk vishen me rroba luksoze. Gjithashtu, haxhi e largon atë nga epshet e papëlqyera, dhe ai njeri hyn në botën e dijes dhe të lartësimit shpirtëror. Më pas janë veprimet që kryen mbas veshjes së ihramit, të cilat shfaqin marrëdhëniet shpirtërore të njeriut me krijuesin e tyre, duke e harruar të shkuarën e tyre, të mbushur me mëkate dhe bashkohen me të ardhmen e mbushur me dritë dhe harmoni. Çdo hap që bën njeriu në haxh, ai ndjen praninë e Hazretit Ibrahim a.s. Thyerësit të statujave kujton Ismailin a.s. dhe nënën e tij Haxhiren. Shikon Qaben dhe vendin e tavafit rreth saj. Haxhi i kujton atij profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, udhëheqësit e devotshëm të Islamit, si dhe xhihadin e muslimanëve në fillim të Islamit. Këto ndjenja bëhen më të forta kur ai njeri që ka shkuar në haxh arrin të shoh në çdo anë të mesxhidit haram dhe të tokës së Qabes së bekuar të gjitha ngjarjet e Islamit. Ai arrin të dëgjojë zërin e shpatave të muslimanëve, si dhe zërat e kuajve të tyre. Të gjitha këto bashkohen në zemrat e tyre, deri në atë mënyrë sa që i kap një horizont i ri i jetës individuale. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai person që e kryen haxhin të plot dhe të sakt, pastrohet prej mëkateve dhe kthehet si atë ditë që e lind nëna e tij. Pra, haxhi është lindje e dytë për muslimanin. Mbas kryerjes së haxhit, për muslimanin lind një jetë e re. Po për ata persona të cilët marrin prej haxhit lëvozhgën dhe hedhin në një anë bërthamën dhe e konsiderojnë atë udhtim turistik, apo për të dukur dhe për të krenuar e tjerë. Këta persona e kanë arritur të vërtetën e haxhit dhe nuk do të marrin si shpërblim atë që meritojnë. E dyta, dobi kulturore. Takimi i muslimanit në ditën e haxhit luan një rol të madh në shkëmbimet e kulturave në shoqëritë islame. Veçanërisht, nëse shohim grumbullim në haxh, është i përbërë prej muslimanëve nga të gjitha vendet e botës. Edhe pse kombet dhe gjuhët e tyre ndryshojnë, ato kanë qëllim të përbashkët kryerjen e haxhit. Në thënjet islame, gjejmë se dobia e hadithit është përhapje e gjurmëve të profetit sallallahu alaihi wasallam në të gjithë botën islame, dhe po ashtu haxhi mund të jetë një konferencë e kulturës islame, sepse në të marrin pjesë mendimtarë dhe dietarë të islamit, të cilët shfaqin dhe diskutojnë pikpamjet e tyre me njëri tjetrin. Vërtet kufijtë në mes vendeve islame janë shkaktar të shpërbërjes së kulturës origjinale të tyre, dhe është e qartë se çdo musliman mendon vetëm për vendin e tij, dhe kjo ka arritur deri në ndarjen e shoqërisë së përbashkët islame. Mirpo haxhi është gjendje që ta ndryshon këtë situatë. Sa e bukur është thënia e transmetuar nga Hisham ibnul Hakem, nga Imam Sadiku a.s., në të cilën thuhet: nëse kombet do të flasin vetëm për vendet e tyre, ata do të mbarojnë. Vendet e tyre do të shkatërrohen, fitimet do të pakësohen dhe lajmet do të humbasin. E treta, dobia ekonomike. Në ndryshim të pikpamjes së disave, gjatë haxhit mund të përfitohet në forcimin e balancave të ekonomisë në vendet islame, por në bazë të thënieve islame të sakta, dobia ekonomike është një pjesë e rëndësishme në filozofinë e haxhit. Atëherë kur është pengesa që të ngrihet një treg
i përbashkët islam. Gjatë kohës së haxhit, me qëllim që muslimanëve t'u hapen mundësitë për tregti në mes tyre dhe fitimet të kthehen tek ata e jo tek armiqtë e tyre. Dhe për ta mbyllur këtë temë, sepse e kemi më të zgjeruar në ajetet e Kuranit me hadithe që përmban ky libër, themi se haxhi është adhurim i madh nëse përfitohet prej tij për zhvillimin e seminarëve të shumta kulturore, ekonomike, politike dhe morale, me qëllim që të zgjidhen të gjitha problemet e botës islame. Në një hadith të Imam Sadikut thuhet, feja qëndron derisa të jetë qabja.